Gazetari Flavi Qarri në rrjetet e tij sociale ka ndarë një denoncim për një skandal në shkollën e magjistraturës që drejtohet nga Armer Rakipi. Sipas denoncimit, shkolla e magjistraturës ka caktuar kriteret për gjyqtar dhe prokuror të pabotuara në qendrën e botimeve zyrtare, të pabazuara në ligj dhe të bazuara vetëm në rregulloren e brendshme. Madje dhe rregullore nuk është e botuar në qendrën e botimeve zyrtare, që e bën këtë akt dhe rregullore nul nga ana ligjore. Po, sipas denoncimit, Armer Rakipi po i përdor kriteret për të skualifikuar kandidatët dhe nuk po elaborohet nga organet e drejtësisë, megjithse janë në dijeni. Gazetari Qarri akuzon shkollën e magjistraturës se po justifikon kualifikimin dhe skualifikimin e kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror në një akt pa vlerë juridike. Për të vërtetuar këtë skandal, mjafton një shkresë thjesht ose email drejtuar qendrës së botimeve zyrtare, ku ta pyesi nëse a rezulton e botuar rregullore e brendshme e shkollës së magjistraturës dhe do ju kthejmë përgjigje që nuk është e botuar në QBZ, por shkolla e Armer Rakipit e përdor për të hequr kandidat dhe vënë kandidat pa akt të botuar në QBZ, shkruhet në postimin e gazetarit.